ndikimet të cilat vijnë për jashtë, mendoj se arsyet janë shumë dimensionale, nuk është një arsye. Sigurisht po. Një prej arsye kryesore është mos ndërtimi i themeleve të shëndoshta tek rinia jonë. Dhe faji këtu kthehet tek prindrit fillimisht, pastaj edhe tek mësuesit në shkolla. Këto e kanë përgjegjësinë më të madhe. Edhe, duke mos përjashtu kur përmendim mësuesit edhe hoxhallarët nëpër mektebet e tyre. Ndodh shpesh që shef nxënës se cilën e ka bë hifzin, por kur gjë nuk ka marr nga ai hifzi të cilën ai e ka mësuar përmend. Shef nxënës i cili ka qëndruar me mekteb disa vite, nuk është ndërtuar tek ai një personalitet i besimtarit. I ka mësuar gjërat përmendesh edhe ka dalë në personalitet, ka një personalitet që si ka hije një besimtarit. Sot nga vetë prindit, kjo është problemi. Vlerësohet, parja, më shumë se sa që vlerësohet edukata. Në aspektin tjetër, vlerësohet pamja, më shumë se sa që vlerësohet modestia. Vlerësohet posti, më shumë se sa vlerësohet shkolla. Ajo peshoja e cila i matte ma para ato pemet e shëndoshta dhe i largon të ato të këqija, tash ka fillu mi mat ato pemet e këqija, ndërsa po i largon të shëndoshtat, dhe këto po shiten si vlerë, dhe këto po shiten, si çështje të cilat duhet konsumohen.